Përshëndetje shikues të dashur të Kosova Gjau Podcast, po takohemi kështu në një episod të radhës, siç e do tradita në fillim e bëj një intro dhe prezantim për mysafirin tim. Për mysafirin mi sotëm është një emër që nuk ka nevojë edhe për shumë prezantim, pasi besoj shumica për ju që keni parë, keni marrë një këshill sa i përket jetës suaj të përditshme të punës. E un kam kënaqësinë e madhe të uroj mirëseardhje Gent Shalës. Gent, faleminderit që gjete kohën në dinamikën e ditëve tua. Gili, faleminderit shumë për ftesën, më shumë kënaqësi me marrë pjesë. Është kënaqësi edhe për neve që të kemi këtu ku e kemi bërë tashmë si një arenë ku i sjellim profesionistë të suksesshëm, cilë ndajnë shumë këshilla karriere dhe shumë nga përvoja e tyre dhe nga ajo që kanë mësuar vazhdimisht. Gent, je mjaft i njohur jo vetëm për ngjarjen, por edhe me fusha tjera që lidhen me brendimin e punëdhënësit, me produktivitetin e punonjësve. Ne do të flasim pak a shumë për këto tema, po më intereson di çysh e ke ndërtuar ti një profil kaq multidimensional. Për punës të përditshme që e bëj çdo ditë. Unë kam filluar karrierën në marketing. Edhe unë jam konaj punëtori që s'kom zgjedh çka me bu, po ku marr çdo punë. Se kom zgjedh, kom thonë çka do që s'do dikush me bu, ama unë e bëj, pse se unë kom pasi mundësi për me mësu. Do me thonë, nëse me një punë u duft me marrë, me bo diçka që s'u bu kur ma herët. Okej, unë e kom karku vetën me ma shumë punë, po tani kom su diçka që atjerët nuk kanë ditë. Edhe në qatë ku e kom eksploru pak vetën, çka bën, çka s'bën, çka funksionon, çka s'funksionon. Po të njëjtën kohë, unë mendoj që në fillimet e punës, këtu kanë më kritiku nështë do kompani, po në fillimet e karrierës tënde, dhe me thonë, është mirë që pej 18 deri në 23-24, mi provu një 2-3 puna. Nuk po thëmë me hi dikon 3 muaj dhe me lëshu, se me hi 6 muaj dhe me lëshu, ajo është keq. Po është mirë, rëni vjetë e gjysë 2, në që se je i lumëtën që atë vend punës, mos del vend tjetër të punës, po në që se dënë me eksploru pak, me pa qa funksionon, qa nuk funksionon, është mirë me ndru pak. Arsyja pse, është se mësimin na nuk e bojna veç të mësu qka është mirë. Na mësojna edhe çka s'bën me bu. Pri përvojave të këqija. Po, unë do të thonë kom mësu shumë çka nuk duhet një menaxher ose një drejtor me bu, pe drejtorave jo të mirëfillt. Kështu që edhe kjo pjesë është jashtëzakonisht që të mëson. Edhe unë kom pa për shembull një drejtor me 3 kompania, çfarë gabime ka bu në menaxhimin e kohës tij ose të saj. Edhe unë kom mësu për që në sendëm. Njëtën kohë kom pa shumë persona që unë e kuptoj që kompania është e rëndësishme, po kompania nuk është kur më e rëndësishme se familja. Edhe kom pa shumë njerëz që të nga mas punës e mas kompanisë, edhe kjo për shkak që kam punu ka 14-15 orë, jo pse kam pas atë shumë punë, po s'kan ditë me organizu punën. Edhe mos organizimi i punës, tani ka shti me punu ka 15 orë në ditë, edhe të mos pas kohë për vete, për familjen, edhe dikur familja t'len. E kur t'len familja, për çka i tu punu. Edhe i kom pa kitë qëto sanë, edhe i kom lidh pak a shumë, kom thonë, okej, çka ndikon produktivitet tonin, çka ndikon në zhvillim tonin, çka është e rëndësishme për një 18 vjeçar, çka është e rëndësishme për 23 vjeçar, 25, 30, 35, 40. Si do më thonë, në bazë të moshës, neve na motivojnë sene të ndryshme. Nuk mujna me një kompani me qitë gjithçka one size fits all, do më thonë një këpuc për krejt. Kështu që pak a shumë qysh ko marrë deri të qëtu është në 2020-ën, hina në LinkedIn edhe e pa shkejt veç ankesa, edhe thashtë hajtë drejtë që pa ka dikush bre që jep në i këshill pa pare, tajrit të mirë, sa den, se këtë thojnë dush me, është mirë me bo, po unë e di që e mirë me bo, po kush do të me bo dhe qysh do të me bo, kalzëma dikush rrugën, do me thonë. Që na nuk do të me haru, përmbajtja Shqip është hala shumë e mangët.
Edhe e kam fjalën për përmbajtje edukative. Sidomos fushën e burimeve njerëzore. Po, edhe të biznesit, edhe të financave, edhe unë shpesh i kam dëgjuar që po thojnë, mbyllni TikTokin se TikToki është i keq. Jo, TikToki nuk është i keq, TikToki është shumë i mirë. Fatkeqësisht përmbajtja nuk është e mirë. Ose që kanalizon ti qatë... Po, jo, nëse e këshyr për volumit përmbajtjes, mbi zotron përmbajtje budalleske. Do më thonë përmbajtje me budallakia, edhe përderisa nuk po prodhohet përmbajtje edukative, normal që ka me mbizotru përmbajtja budalleske. Na du të me prodhu më shumë përmbajtje edukative që me mujt me mbizotru qaja. Edhe du të me prodhu, do më thonë, përmbajtje kualitative, jo veç të bëj një video veç hajt që aty që ki këshyr diçka në internet, po me bëj tamam kualitative çka i hi njerëzve në punë. Edhe që aty merr ideja, thash po okay, çka është ka konsumohet më shumë diçka, çka është trendi, cila medium i informata po konsumohet më shumë, sidomos në 2020 për pandemisë, video që kanë shumë përmbajtje trendin që atë kohë edhe që u kërkëshin. E thash, okay, hajde të provoj. Një 6 muaj kom testu pak me do mjete, me do telefona, videot e para i kom bu me telefon. Edhe thash, hajde nështa, po inicojmë diçka. Edhe unë nuk du as pak me thonë që u konë nështë Ameriti emja që unë e nisa me bu video, ja nisë me bu qirtë. Jo, se kiti kam pas idenë, po kam jaftu veç me nëzit pak, edhe kur fillun me bu qirë, unë jem gëzu shumë. Do më se janë nisën video kontentet për inteligencë artificiale, për kripto, për shembull e kemi rritën që bën përmbajtje të jashtëzakonshme për shëndet edhe për fitness, e kemi Elvirën që është të bu jashtëzakonisht kontent të mirë, do më thonë për financa, e kemi Valonin, do më thonë që gjithashtu e ka një podcast që mund është me marrë një hurit biznesit për shumë njerëzve aty, e kemi Drilonian që me shumë video të ndryshme po kontribon në komunitetin ton për pjesën e kriptove, AI-et, sidomos është shumë aktiv. Do më thonë, pak kena fillu që me prodhu përmbajtje, do më thonë ku është kam bizotron përmbajtja edukative. Kështu që kjo është ideja, edhe çpicësoj ka ardhë, edhe nuk u ka një ide që unë isë për pare, asë një prej këtëne persona, du më thonë që unë i përmena ato e përfshi vetën, asë një prej neve, muj mja u siguru se cilit që dëne, nuk kena fitu pare, na përkundër rëzë kena shti shumë pare. Dhe me thonë, dë vetëmen që muj me të qujtë përfitim, është që kena marrë dhe followersa, që me ato followersa na apet nuk fitojnë pare, veç e kena kriju fanbase tonin, që me mujtë me shpërnda ma gjën, një horit e këshillat që na po japëm. Kështu që u kriju një lëvizje, një movement me qëtësan, edhe mendoj që lëvizjet të cilat kontribuojnë shoqni, edhe jenë të mira për shoqnin, që ato na do të mi shty për para. Mu m'bjen keq me thonë, po asnjoni prej këtyne personave që në përmendin që ka shumë të tjerë, inshallah nuk jem tu e harru dikën që duna me përmenë se përmena, po ka shumë persona që krijojnë përmbajtje të jashtëzakonshme dhe këta që i përmena, asnjëri prej tyre asnjëherë nuk u kontaktu prej komunës, shtetit që më këshirë me bu diçka bashkë. Asnjëri. Domethënë, është me të ardhë gjëna që është digitalizimi, përmbajtja digitale nuk është ka promovuar edhe nuk është ka shtyt vetë për shtetit. Prap, nuk ka të bëjmë me pare. Nëse se cili prej këtyne personat që unë jem të i përmen, unë se cili për këtyne personat që unë jem të i përmen, kam bizneset të sukseshme. Dhe më thonë, financat nuk jenë motiv. I kemi një biznes, është të hecë mirë, që ato që na pi folim, i aplikojna në bizneset tona, nuk është diçka që për marën për ajrit, kështu që nuk është primare përfitimi financiar na që përbojmë do video, përbojmë do këshilla, përbojmë na përmbajtje. Jo, hiç s'ka të bëjmë me pare. Thash, na veç kena shpenzu parën këtë sen. Po, do të me kriju një lëvizje që ndëkon për të mirë, se unë e di që edhe përmbajtja jam që e bëj, edhe përmbajtja e krejve që ka i përmena ma herët, në 95%, sa 5% që nësë ndarës ma nuk më nëshme këna shkor, po në 95% kanë diku pozitivisht. Edhe që kjo përmbajtje është ka
e prek 60-70% popullatës. Dhe më thonë ti me një këshill që mundet me t'i marrë qindra mijëra euro që me bot trajnime në për shkolla ose në për fakultete, na përshpërndajna free of charge, pa pagesë, edhe po t'i mërrin mrena një javë ty 100.000 veta. E për mu është hala që di është gjëna që kjo nuk mbështetet pej shtetit, nuk mbështetet pej komunës, e as nuk mbështetet domethënë prej surseve të ndryshme që lidhen me edukimin domethënë profesional, po edhe me edukimin digjital, e ndoshta me shtu domethënë edhe me edukimin modern. Është pak keq. Gent, po flasim të veçanërisht për si duhen institucionet veç masarsimor me inkuadru këta persona, po sa mendon ti që pas diplomimit, sa prodhojmë na si vend gjenerata tafta për punë, qoftë në përgatitjen e një aplikimi duhur për punë, që sheshet ti pak këtë. Por unë që të përgjigje, se s'po duhe më gështu në kosh, po përveç profesione si mjekësia, arkitektura, gazetaria, pa tjetër. Këto janë profesionet cilat bazën, temelin e merë në fakultet dhe hala nuk është shumë ndryshueshme se në mjekësi, hala gjakur, gjak, zemra. Edhe në gazetari, tek kur del në terren e ka mikrofonin e sheh. Është hala çajo, nuk ka ndryshu, po fatkeqësisht, unë tash nuk po du me kritiku organet shtetnore ose me kritiku sistemin edukativ tonin, po fatkeqësisht na jemi shumë rrapa. Unë e them këto me një fatkeqësi shumë të madhe, që 8-9 vjet që rekrutoj persona, edhe deri tash hala s'kom rekrutu mjek ose diçka tillë, po përveç arkitektave tjera, unë nuk jau këshyri asnjëherë fakultetin. Se çka do që kanë mësuar fakultet është outdated, i ka kalua fati. Nëse nuk e përditëson me trajnime edhe me... Unë e kom pas një takim, jem kom falë realisht me një event ku kanë qenë 3 fakultete të jashtit tu prezentu kurrikulin e tëne për personat që dojnë me shku jashtë. Njëna u ka në Skotlandës, njëna u ka në Anglisë, edhe njëna u ka në Zvicrës. Unë komet pa men. Do më thonë, i tregëshim programet. Edhe një prej fakultete në Zvicër që e prezentoj, tha, në vitin e parë, kjo ka në business management, po ki mujt tani mi vendos drejtime çfarë ti po dëm pak më specializu në diçka. Do më thonë, ti në vit parë, ki me mësu, do më thonë, programe të cilat përdoren në aspektin botnor, si Salesforce, e tjera, që apëdine. Edhe paramendoj, do më thonë, na, në që se marëm një punëtor për një klient, na do të kitë për zerës me jam mësu që atë sene. A fakultetin në Zvicër atje, ose në Skotlandë, ose në Angli, a në vitë parë jam mësën programet edhe proceset që ka ty të vynë me hi me punu me njëherë. E le mo që ka mësën e në vitë 2 e në vitë 3. Se ata do më thonë janë shumë të punu ngosht me biznese që mi identifiku nevojat që ka po dot, edhe që ato mas nej me njëherë me apliku. E na kena shumë burokraci, na kena shumë fjall, po pun pak. Kështu që unë mendoj që jena shumë rapa fatkeqësisht. Unë në shumicën e kohës personat që ka mu mlojnë për shtypje, pe aspektit njohurive është fjalla se personaliteti, karakteri ato vijnë pe gjanave tjera, po pe aspektit njohurive, personat që mu mlojnë për shtypje janë ata personat dhe më thonë që kanë mësu diçka jashtë fakultetit, që kanë hi vetë, kanë holumtu në YouTube, kanë lexu libra, për ndryshe na kena qef me mendu që ketë Kosova dhe në anglisht, po nuk din. Din një pjesë shumë e vogël, edhe unë e inkurajoj trit, kush dhe që është për 12 vjet, 10 vjet, nështë edhe 15 vjet, me njëre urgent me fillu me mësu anglisht, se ketë literaturën, që më përbën një pyetje, që se do me mësu për, do me thonë, për trendet e fundit të marketingut, ose për çka dhe që është ma e fundit. Po, i ki dhe trajnime edhe në Kosovë, i ki, po janë të pakta. Edhe trajnimi është diçka shumë specifik, për diçka shumë specifike. Po në që se dhe me specializu diçka të dush me lexu shumë për atë pjesë. Në cilat libra i kishë? Përmen ma një, asnjë heq.
Këtë botimet që i ki të fundit janë anglisht se ato janë prej autorëve të cilat kanë shku të kompanit më të forta në botë, se kanë akses, edhe ti kanë qitë sendet më të fundit, trendet më të fundit, praktikat më të fundit. Të tanë që ti nuk din anglisht, qysh po dënë me konë top, do më thonë të lojës. Kështu që mas pari është anglishtja, pjesa tjetër është sa po dojnë vetë me mësu adem. Faleminderit Gen për këtë perspektivë dhe shpresoj që shumë të ri kanë me dëgju dhe kanë me ditë ku më orientu më atutje që është më ndërtu në hapat sigur në karrierën e tyre. Sepse nëse një këshill tillë dëgjon një moshë kur është shumë vonë, mandej edhe është vonë edhe me kap hapin në tregun e punës, veç mas në tregun tonë të punës ku jemi sot. Qysh është tregun e punës sot në Kosovë? Sa ka ndryshu kur themi para shumë vjetësh kur ti ke hinë tregun e punës, mu po më duket që është hala ma sfidues tash. Është shumë ma sfidues, se është jo stabil, edhe na kena shumë komponenta që po do të mi marrë parasysh. Na si popull njemi naqor, jemi populli naqor, do me thonë na vrajmi për një parking, vrajmi për një tavolin e tjera. Edhe kjo hasmëria jonë që u kriju ndërmjet punëdhënësit edhe punëtorit është shumë e rrezikshme edhe shumë prezente. Do me thonë, hala ekziston ai nati që ju kina thonë që tash këshirni rrini ju pa punëtor. Për shembull, veç kur u bë liberalizimi vizave, këtu shunë me një mënyrë që tash ju kallëzojnë ana. U kthy pa kjo lufta. S'ka sens, nuk ka sens, s'ka luft. Do me thonë, biznesi si biznes i ka intereset e veta mu bu profitabil. Se biznesit e ka një qëllim, me kon profitabil. Po të na kanë qef që kitë mu bu kontabilista. Momentin që biznesi bëhet profitabil, që qaj është qëllimi biznesit, punëtori me 2 vjet eksperiencë, falë shpreje bëth, me njerë që o të dhët, që këshire pronari e bleti range-in në kratë emin. Jo më shok, jo shok. Ai i ka 25 vjetë sakrific, i ka 25 vjetë eksperiencë, që u bëjt gjak, e u shkry, e ka pënu, e ka studiu, që me më rriq aty. Që me u bëjt profitabil ma në fund. E ti me 2 vjetë eksperiencë, falë shprej, bëth, ti po vjen edhe po qëtë kushte edhe pi bosh kontabilist, qëre kë i boni qëto pare, po le t'i gëzën mërë ato pare se ka pënu për ato. Tash, unë jom kondër në qëfë se kompania e keq përdor, do më thonë të mirën ose vullnetin e punëtorit. Do më thonë me shti me punu pa kontrata, pa jem të full me kushte për toke, do më thonë me kushte këtë minimale, unë jem kondër asaj. Po, ka dalë bre se çdo se shkon me eksperiencë dhe sa ti po do me kontribu në kompani. Unë menoj që çdo kompani kish pas qef me pagu punëtorin më shumë se sa krejt, po si janë mundësit. Se është shumë e thjeshtë, është matematikë e numra. Sa po kontribon ti, do më thonë, edhe për çaj kontribut sa është i vlefshëm për kompaninë, për që ato ti paguash. Tash kjo nuk do të mu keq kuptu me sa shumë punon. Do më thonë se edhe një intern me 18 vjetë sa ka fillu punës 10 orë vala punën, në 8 ore do më thonë mytë të punu. Po efekti i punës të internit është minimal me efektin e një drejtorit. Shpesh herë të na keq kuptohet drejtori ka veç kam një tavolinë me telefon. Kur gjë nuk ka keq kjo. Do më thonë kam tavolinë ani, okej, mënët mi ullë, po puna drejtorit është me marrë vendime të cilat qojnë në zhvillimin e biznesit, edhe momentin që zhvillohet biznesi, ka të hyra ma shumë që nënkupton ka paga ma të mira, ka kushte ma të mira, ka trajnime ma të mira. Një vendim i një drejtorit finansat marketingut mundet me shkatru kompanin ose me ngrit kompanin ku dot. E tash, një drejtor me 20, 25, 15 vjetë eksperiencë nuk është më rëndësi sa, do të mi bo bashk eksperiencën, njohurit, eksperiencën praktike, e shumë të tjera, vullnetin, motivimin, reziliencën, shumë të keq të mi marrë mi bo bashk, që ai me najtë të bo telefonat, ata shumë në për bastardizaj pak, që me marrë vendimet mira që e bin zhvillimin e kompanisë.
E që kjo pak po keq kuptohet të na, e që kjo hasmëria që u kriju që tash unë pekthej... Ose një farë hakmarrje pa dukshme. Tash unë pekthej tash edhe ka pronart, se nuk jem të ishit, do më thonë, stafin në aty dritet, jo, ka dalë prit se kena pun tash edhe me pronart pak. Se edhe pronart jenë bajegi shumë në hasmëri me staf. Do më thonë, ki punëtor që i lyp kushtet mjetet, mjetet, thot po mbyn një, ja futi vetë 1 metër, po mbyn një kompjuter më i mirë për me bu punën, pronari thot kap graj punës që shtmojsh. Edhe në qëse ti s'do me punu qështu, es largohu. E hajtë kallëzëm të mu ko këtë motivimi, ku po pret ti që qaj punëtor me ta kryti punën mirë. Po janë shumë keq, po mas pari nuk ka respekt edhe nuk ka mundësi që ashtu. Por pastaj ignorancën e pagun vetë, damin e pagun vetë, sepse kjo kushton. Është një farë lloj armiqësie që u kriju edhe na që armiqësi do të me largu, që unë kam një praktikë të thjeshtë. Në momentin ku ti si punëtor, e sheh që nuk janë të shku sana që do të me një kompani. Mos berë në nivelin e që ati personi që i ka kriju që ato kushte. Veç largohu, falenderoje, prospektoje, ishte knaci, largohu edhe veç vazhdo. E ai pronari kompanizën që se nuk dënë më mësu për i gabimet drejta, kom janë shti qelësën, kom janë që drynën në ati biznes, edhe ditën e mirë u kry. Po njëjtë edhe pronart. Pronart do të pa qeter mi siguru kushtet e mira për stafin, komunikim të mirë, me i ndërtu proceset, me i ndërtu strukturat, edhe në qëfëse një punëtor nuk për e bën punën që shdojt, mos krija armiqësi me ta. Falendereje për punën, tregoj që nuk jena të përshtatë edhe du të më nda rrugt, edhe në qësë në herën në të ardhmen, ti ki marrë një hori të reja edhe mendon që mund është më përshtatë mas 2 vjetë me neve, po hajde më rëderën që leki, sa po në lënë s'ta bojnë që të sen. Të na është, largu pi punë edhe për mua nuk eksiston. Kjo është një farloj i nati e armiqësie që neve është na shkatru komplet. Që tregu të naj punës për me u rikthy pyetjes origjinale në fillim, tregu është shumë jo stabil, është të përmirësu, ka shumë përmirësime, po është të shku ka dalë. Po, unë po du me cekë që nuk është detyrë veç e drejtorave të kompanisë, ose pronarët të kompanisë me regullu, po ase punëtorë është të 2 palve. Ose du të me bashkëpunu, ose do më thonë kena mja po shirën krejt. Kanë mja po shirën edhe punëtorët. Veç me marrën një shambull. Me një kompani së fundmi e kemi bo një trajnim për shërbim ndaj konsumatorit. Edhe unë e thash një sen, thash që ka kompani që shërbimin e konsumatorit janë të e zavendësu me inteligencë artificiale edhe janë të e bo. Edhe nuk kam shku larg deri sa kam u adaptu edhe në gjuhën shqipe, se për anglisht janë të e bo. Në kompanit në Amerikë janë të largu me të madhe persona që janë të punu në call centers. Shumë. Edhe kitë janë të bo replace me AI. E tash na shtet i vogël, komunitet i vogël, edhe unë ja u bon aty në persona që është në dorën e juj, apo dëni me punun që të profesion apo jo. Se në qëfëse nuk dëni, keni me degradu kualitetin e punës, edhe pronari, kom ju shtrëngu dora dhe kom me thonë cila që në zgjidhja tjera. Edhe zgjidhja tjetër është AI. Edhe keni mu zavendësu, edhe kur e bën njoni, e bën kjo tjetëri, e bën kjo tjetëri, e bën kjo tjetëri. Qa në kupton kjo? Jena të zvoglu vendet të punës. Edhe kush i ka këtu fajet, vallaj ka fajet që ata persona që jenë të e bu punën shkeleshka, edhe nuk përdojnë me bu punën që shdojnë. A mendon që rrezikohemi tash aktualisht për inteligjencës artificiale, veç mas kur ka me ardhur ky ndikimi i madh në Kosovë që she parasheti? Nuk jam ekspert në lami, po mendimi jam, opinioni jam, është jo, nuk mendoj që rrezikohemi. Do të thonë kur pa dalë interneti, e kom lexuar një libër që u kanë The Future of Jobs, është libër i vitit 1980, nuk ka bofsha. Edhe kur u zbulu interneti, u pat bo një panik në Amerikë që qëta është ketë kena me metë pa puna. Jo, për kundra jenë rrit punat. Po jenë do punat që jenë zhduk, po jenë transformu. Dhe me thonë, me internet edhe me social media, ti para 25 vjetë ose 20 vjetë, ti nuk i pas social media manager e tjera. TikTok specialist si vukade, kanë dalë pozita të reja. Sakt, po tash i ki, edhe me AI, kime pas prompt engineer, kime pas inxhiniera të ndryshëm për funksionet të ndryshme të AI-t, kime pas inxhiniera të agendëve të AI-t, se kjo AI agents është që tash një hot topic, një temë shumë e nxehtë, po du me thonë që do puna kanë më zhduk, definitivisht. Edhe call centers kanë më zhduk, 100% kanë më zhduk, po esenca është
sa shpejt po zhdukën. E na sa gati... E sa shpejt po adaptohen, na. E sa na jena gati. Adem se unë nuk mendoj që jena gati për tranzicion masiv në AI. Nuk jem, se unë thash, ta garantoj, nuk i di statistikat, po ta garantoj që me marr një anketë me të bëj tash, nështë ta mosha për 10 dhe në 18, aktualisht që janë që tash, 70% nuk ta din anglishtën. Mësë me ditë anglishtën, probleme kime u adaptu me AI, se Kosovi ki do AI tools, se Shqip AI e do tjera, po janë të limitume në funksionet të caktume. Që kështë ideja? Po du më këthi pak se kalun nga tema në një temë tjetër, e përmendi që ke mësu shumë prej gabimeve të menaxherave tu, po am tregon qysh mundemi na me qenë ma produktiv, ma efikas në punë që mos me i kalu 15 orë në punë, po 8 orë më na mjaftu, mi kanalizu ato në objektiva caktume edhe që muj me mri ma shpejt rezultatin. Është psikologji dhe biologji e thjesht. Truni nuk e dën të panjohurën. Do me thonë, qka dhe që është e panjohur për neve, na jep stres, stresi na ndikon negativisht në produktivitetin tonë, na ndikon edhe në mirëqenjen tonë. Qka dhe që na nuk e dim qka ka me ndodh, gjithashtu do me thonë na ndikon për keq. Edhe unë e përmeni këto shpesh, është shumë e thjesht. Në produktivitet, mas shumë të që ndikon, është planifikimi edhe menaxhimi i energjisë. Do me thonë, një person, kur të vjen punë, që se ti dush gjysore mi kalu të menu që ki me bësët, e cila është prioritet cila jo, ti e të shpendzu energji shumë të madhe të trunit, që është produktivitet i humbën. Edhe energjia e trunit është e limitume. Ti mërana ditës ki energjit limitume sa më nësh mi jep koncentrim. Për me që jem produktiv nuk është najfar eliksirja, najfar magic potion që dush me pi, është planifikim, që nën kuptan që ti detyra që ati kemi kry për një javë, e që ato një javë ndaj në ditore. 20% lej për detyra të paparashikueshme, se gjithë kena na urgjenca, na hindikush pa plan ta kem le, na 20%. Edhe unë e di që më kanë kritikuar, kanë thonë po që qysh mundesh me menaxhu çto me punë terrenit. Njëjtë, e menaxhon me punë terrenit. Domethënë, i përcakton në rutat ka kime shku, e bëni analizë cilat ruta në çfarë kohe është fluksi më i madh i trafikut, edhe në bazë asaj e menaxhon edhe kohën tane, edhe kohën e dërgesa që kemi vozë çka do tjetër që bën. Po asnjëri nuk e bën gjithçka. Këto janë, domethënë, tu po të bu çush po manin në zemra, çush jem çusa tan krat më ta krat jashtë. Është normal që tani të rritë stresit, këtë punë të bën, domethënë, çfarë. Produktiviteti arrit me planifikim, me prioritizim, me ditë cilat i ki prioritet, cilat janë të parat më të rëndësishme, cilat më nësh mi delegu ose cilat janë dytësore për mi kry, edhe menaxhimi i energjisë tonë. Që kjo është shumë e rëndësi për arsye se që në fundit menaxhimi i energjisë ka të bëjë me disponim. Do të thonë unë sa herë e kam një farë shprehje në kërë të shku në punë, sidomos kur jam kolon i analizoj pak fytyrat e njerëzve. A beson që çdo mëngjes rroll në herë e shon në fytyrë kështu me muzikë, pak si me pozitivitet. Roll. Po ka dalë që unë si kam sa në vi, kërkush se këna sa në vi. Këtë jena me kredita, këtë jena me probleme, këtë. Po, apo ndryshon në sen, që po qosh më rralt, e po qosh me negativitet. Po ndre që abe pak vetës, që e një muzikë mirë be, ade nëse ditëm pak me të thonë shishësh zotit që jem i shnetshëm, shishësh zotit që e kam një borë, grunë, shpe, fmi, qka dhe tjetër, edhe shishësh zotit që i kam dy dur, dy kame, syte, veshte, dhe me thonë mu qu pak me falenderim, edhe falenderimi qenë shumë jarë. Sensin mirënjohjes pak ma tekstu. Absolut, dhe me thonë, jenë sanët vogla që po të ndikojnë në punë. Për me përmbyll, që pjesë është planifikim, prioritizim, menaxhimi i energjisë edhe mirënjohja. Gjend kështu e përmendëm a herët edhe balansin punë është një prej tema më diskutuar edhe në botë edhe këtu te na, që edhe çaj burnout, ajo ku konsumohesh më nuk i çka më qysh mujmë na mi ik qësaj raskapitjes në punë edhe qysh mujmë me mri një balans më të mirë të punës edhe tjetës, që mos me vujt asnjëna prej tjetrës. Prapë mbarët pej personit person, mbarën çfarë moshe je, pej obligime familjare. Mu ka njerë ma bujnë qysh, po më nësh adhen ku pe gjenë kohën, është ta me punu 12 orë, 13 orë në ditë.
Edhe unë thonë, po për momentin po mëj, se s'kam fëmijë, Po. hala. Se momentin që e bëj një fëmijë ose dy, unë definitivisht s'kam e mujt me maj që tempo. E kam të pamundshme se unë e konsideroj vetëm person familjar edhe du m'ja kushtu kohën, gjithashtu edhe fëmijës tem, gruas e tjera, edhe është pak e pamundshme mas ne me maj që tempo. Përndryshe djegna se unë jam punë, punoj shumë, thëmë, po s'jam të mujt me pa fëmijën tem, edhe tani që jam unë kalën djegje. E që tash, nuk më kalën se e kom pak ma letë. Kështu që më varet krejt për personin person çfarë fazët jetës është, më varet edhe për profesionit. Për shembull, ka profesionet cilat gazetaria, pe thëmë kushtimisht, profesionet që kanë ndërlidhen me dizajn, me marketing, janë profesionet që cilat shumë e kanë fleksibile orarin. Bele shumë kompanit marketingu në di që e fillojnë orarin 10, 11, se ata kanë qef, ju vjen kreativiteti, pa kam ramje, qapo dhije dhe tjera. Nuk ndohë kur gjamë në gjesë, në shumicën e fushave. Shambull. Edhe, po, në qëse ti thu, okej, po, qësh me jabot është për Zara, në qëse punaj, po, Zara ka orarin fix, se konsumatorit vjen, ki pun direkt, ose bankat, ki direkt je të e shërby konsumatorin në kohën kur biznesi punan. Në qësi raste, orari është fix edhe është problematik, po balanci i jetë edhe pun prap është proces integrus. Do me thonë, ka njerë në disa profesione e merë punën me vetin shpe, ka njerë në disa profesione nuk e merë. është shumë diçka që nuk muj me përfshi për krejt, se dallan për personit, për fazës tjetës, për profesioneve, po, qani kësha dosht me shtu, është që mrena mundësive, bizneset nëse mund me kriju mekanizma që me leju fleksibilitet, është shumë mirë. Qëra nuk ka sen ma keq, se mund të dufti gjysore për një dokument me shkun komun me marë, se po dëmbre, po dën një punë me kryu në qytet se kemë obligime, më shku aty 2-3 aprovime me ti marë. Aten, është eran pak, është eran. E pse mos me kriju bizneset që është e mundshme, se ketëve e bojnë, me kriju mekanizma ku lejot fleksibiliteti, ka forma ndryshme, ka benefite ndryshme. Edhe sidomos për prindërit në mirë kuptim më i madh. Absolut. Adin qëre, tash unë e di pak që Skandinavia është një shtetë eksperimentuese, ata e bojnë 6 orë, adin, edhe për kontrazi 6 orë orari punës, diko në mirë prit, diko jo. Skandinavia me raportet e saj sa që për kontrazi personat janë shumë produktiv, tash edhe kej ka sfidat e vetë atjera, po du me thonë që domi me qenë mendje hapën, për me provu gjanat e reja të cilat jenë në favor të punëtorit, sepse kur është në favor të punëtorit, punëtori është i gatshëm me bu ma shumë për kompani. Pikërisht pajtura me ty në gjitha pikat, po vim të ajo që do të ashojmë tablën më të madhe, jo të mendojmë ngosht për brenda 4 mureve zyreve tona, po të ashojmë pak si një perspektivë ma gjanë. Gënë po du me shfrytzu me që kam këto, edhe për gjitha ta që janë vazhdimisht duke apliku për punë, që shmundën me ndërtu një CV të mirë, që shmundën me pas një paraqitje të mirë në intervistë punës. CV është një reflektim i parë profesional. Unë e di që na në ditën e sotit kena mjetet të ndryshme për me ndërtu gjanat të tilla, po du me përmend që Kosova Gjobi ka bo një punë fenomenale në këtë pjesë, dhe më thonë në ndimesën e një portfolio ose CV-e digitale për mes platformës t'juj, është gjënan që se nuk përdorët ajo, se e leton i jashtëzakonisht punën, plus digitalizimi e përshpejton procesin. Unë e vetë, kur i qes konkurset e jo, personat që regjistrohen, dhe me thonë me automatizm që lidhët për shumë like keyword, mund vinë me njëherë edhe i gjenë ma letë kandidatet të punën shumë. Po të njëjtën kohë, në qëfë se shkojnë me shablona standard, ideja është përfacej vetën, shkort, mirë, strukturej senet, kur të merë një CV në dorën tane, që të vetën në rol të rekrutusit, e kështë e rekrutu vetën. Vish bën një shpytje, e kështë e rekrutu vetën, edhe te më nëshme thonë me goj po, anë që që të ka zemra e një farë nëzitime, ata ndryshat diçka. Po, i bjen jo, dhe më thonë që
Jo, diçka nuk ka mirë. Kështu që CV-ja do të më qenë e pastër, e strukturuar pa gabime, edhe nuk do të më kanë fryme. Domethënë me kallëzu diçka se nëse dikush më mashënon që e din anglishtën perfekt, rrjedhshëm. Gjasa që unë e kthej intervistën në anglisht, janë shumë noja mas nej. E në momentin që ti e shënon CV, unë e di rrjedhshëm gjuhën, e knej po del që kërka heq, unë me automatizëm nisna pe asaj që ki që kishë në CV është pak a shumë trillim. Kështu që mirë është me tregu aspektin real, sinqeritet, domethënë si. Sepse ka një herë në intervistë kam dëgjuar shumë raste që sinqeriteti është ai që u vlerëson më shumë ti. Absolut, 100%. Për shkak se edhe karakteri luan një rol shumë të rëndësishëm kur jemi në ambientet tona të punës, po qysh me lana çat përshtypjen e mirë gjatë intervistës, edhe nëse jemi të përgatitur, edhe nëse jemi, se ndonjëherë njerëzit janë shumë kompetent për çat pozitë, po nuk dinë me tregu ato çka e dinë. Qysh cilla kishte qenë këshilla qysh me qenë sa më të përgatitje. Fillimisht e kom përmendim shumë herë, lexo për kompani. Lexo për kompani se dhe dush me ditë për kënë një ka dhe me punu. Edhe këshyre çfarë kërkesa kanë, eksploreja pak social media, këshyreja produktet, edhe mas nej, bënu gati që me spjegu suksesin e punës tane. Do me thonë, në qëfse Gili ka punu në X kompanin 3 vjetë, edhe ki punu në qitë pozit, unë kom e të pytë cilat kanë qenë arritjet e tua, qka ki bo zgjidhje, do me thonë, pse e kone mirë ti për qatë kompani. Me një famnyre shiti aftësit e tua profesionale. Tregom pse ti je më mirë se kitë kandidat tjerë që unë i kam. E fatkeqësisht na prezentimin, do me thonë artin e prezentimit e kemi halo shumë të mangët. Do me thonë për komunikimit halo vish ta thojna një përgjigje aty sa me kry shpejt e shpejt. A kjo është një farloj prezentimi, një farloj shitje, do me thonë si arti shitjes që na duhemi me bo. Se unë e kom taku persona të jashtëzakonshme, me eksperienca të jashtëzakonshme. Kur i kom thirrë në intervistë, unë e kom pasi vinë që ka bua dhe i kom konfirmu që ata persona janë shumë të suksesshëm. Kur i kom taku në intervistë, 2-3 fjalë do ta kryke me qaq. Do me thonë kur farë energji, kur farë komunikimi edhe me automatizëm më shtin dyshim me thonë, hej bre, a mund me kombe që kjo qështu se diçka s'është kam përputhët. Po unë e kuptoj që disa njerëz kanë problem me prezentu vetën edhe me prezentu sukseset. Kështu që prezentimi vetvetes edhe sukseseve tua është një prej aftësive shumë të mira që ti mundesh me mësu vetës. Edhe një këshill për krejt, shumë njerëz bojnë shumë punë të mira në për shumë kompani. Edhe kur nuk mojnë evidencë të atyne arritjeve. Harrën çka ka bën atë kompani. Harrën, domethënë është ka mujt ku me ditë sa të mira, ku me ditë sa zgjidhje, procese me bue, shumë gjatë të gjira, mas një vjetë i ka harru se harrën njëri. Kështu që unë mendoj që arritjet do të mi shkruaj dikon. Do me thonë çka ti i bën, edhe në fund të vitit, kur gjë, nuk po thom këto më ardh me përdor edhe më shku mi thonë pranarit, çka kam bënë rreth me rrogën tash, se të fundit për me bu punën mirë paguhesh, po unë mendoj që ato ty të bujnë mas pari më një mirë me vetën, edhe të njëjtën kohë është një pasqyre që t'jep motivim se çka ki bëjmë një kompani. E po mbanë që nëse është i mëshëm, nëse ti kalu pritjet, pa i thonë ti që ti arrit pakën. Që kjo është shumë e rëndësishme, që është me mujt me mri rritjen e pagës pa e kërku. Nështë është suksesin. Kjo nuk është. A jemi gatshëm, a mendon që dim na me negocu pagën? Nuk dim, këto ta garantoj, po unë po du me përmend një person, Kristian Kabashën, dhe ai është kështu bajegi i njoftën në social media. Unë kom punu për Kristianin për një kohë, në halo bashkëpunojna me Kristianin. Kristiani është një pej pronarëve të vetëm që unë e një, që stafit vetë gjithmonë i bën ngritje pagës pa e kërku të vetë. Pse se a i din me parapriqit sen. Amo, vetëm në qëfë jetu pru vlerë të shtume në kompani, edhe në qëfë jetu i te i kalu pritjet. Që si jetu bu punën, okej, absolut, pse me të ngrip, do më thonë pagën ty për qatë punë që ti po pagush për me bo. Unë po du me thonë që kjo nuk është detyra punëtorëve.
për me bu këtë sen. Jo, kjo detyrë e drejtorëve, menaxherëve, pronarëve, kushdo që ka kompetencën. Për që sen që ata me bu analiza, me bu menaxhim të performancës, me analizu vlerën e punëtorit, e ata me thonë, ja, po më shumë keq, po të marrë shembull, Gilit do të definitivisht pej mujit qershor me ngrit pagën për 200 euro, se që kjo është vlera që ka prunë kompanie tjera. Po, a mendon që gjithë shefat janë gjendje, për aq sa ke po me që bën edhe shumë konsulenca, a janë gjendje me vrejt, me nuhat këta kur një punëtor duhet i rritet paga, apo thjesht e presin, sepse kom dëgjuar edhe shumë raste kur punonjësi ka një ofertë tjetër, i thot unë po e la kompaninë sepse kam një ofertë shumë të madhe dhe atëherë shefi është në gjendje me arrit me ja bë atë pagë se ja ka ofruar tjetra, që unë mendoj që është shumë gabim. Nëse ti ke pas punonjësin, nuk e ditë me vlerësu për aq kohë, atëherë pse ç'është shati? Ata e din, po s'dojnë ngrit pagat. Shumica e rasteve, në disa raste edhe nuk e din. Po shumica e din, po s'dojnë ngrit pagat deri në momentin ku bën zop. Ose kur ju kërcënohet largimi aty. Unë mendoj që kjo është gabim. Tash, nuk po du me fuqizu qëta që ka po thëmë, edhe tash më shu kitë punëtorët edhe me ly paga të pa merituara. Pse? Se ja shojnë sherrën. Pra po du me të seksit fjali. Për punën që ti e bën mirë, pagush qaq. Nuk pagush për shembull 500 euro për një punë që ti e bën me bu mediokër ose me bu shkelishko. Jo, ti pagush 500 euro që ju i një marrë vesh për qatë pagën 1000, sot dhe që një marrë vesh, pagush për me bu mirë, për me bu excellent, shkëlqyshëm. Po në qafë se bën diçka për te i saj, për te i pritshmërive tua, ki pru diçka që se ka prit kompania, ja ki zgjidh dhe probleme që as hiçbet se ki pas në menje, atëherë na mujna me folë për ngritjet pagës. Ngritjet e pagës në këtë shtetet bëhen ngritje simbolike, pe 1%, 2%, 3%, deri në 5%, që me mujt pak me parafru me inflacionin e domethënë kostot e jetesës, po për ndryshe veç në shtetet tona ballkanike, unë ndëgjoj që një punëtor, si të bën një vjet me automatizëm lyp ngritje page për 30%. Edhe kjo është shumë e zakonshme. 30% ta lyp veç pse unë ti bëna një vjet, po pse i bën atë një vjet nuk është arritje. E na e marrëm si arritje që unë i bëna një vjet këtu, unë tash du ngritje page, po më vjen shumë keq, po ça është vlera jote? Domethënë, ça është vlera jote e shtuar me çit kompani? Ç'kjo është vlera? Ose mas 6 mujve i dëgjoj shpesh që ka më kërku rritje paga është sidomos te gjeneratat e reja, unë është pak më të theksueshme, apo që e mësova diçka shumë prej këtë bisedës që patëm është që me bo ka njëherë edhe detyra për te i përshkrimit të punës, sepse i dëgjoj edhe shumë punës që kur ju kërkon diçka ekstra, thonë jo se kjo nuk është në përshkrimin tim të punës, që është mandej është edhe gabim nëse ti kërkon me urrit edhe mi kalu limitet tua. Absolut. Tash më ndëgosh më ma bu shumë kapitalist ka ke. Jo, në po nis na për praktika të mia, domethënë se mu që tom kanë zhvillu. Që është absolut dorën tënde, apo dën ti me bu veç ato që e ki në përshkrim detyra, apo dën me ardh me zgjidhje të reja që kërkush si ka menue me marr punë shtesë që ndoshta ajo nuk të shpërblet një javë të parë, po ja sheh hajrin. Krejt drejtorat e kompanive më të suksesshme në botë. Veç këshirni do dokumentara, krejt e shini që ata s'kan vetë. Ata kanë thonë, ajde të gjemë zjedhën. A punë, asë punë e jemja, asë nuk po më interesan hadeja gjena zjedhën. Po që ashtu tani kanë mëri në pozitat ku janë. Kështu që unë pak e kam qëta që ose jep arsuetime, ose i gran punës, po nuk mënesh me lyp që thojnë tortën me arsuetime. E tani me gjelizu pse ai me merite mur tortën, tash edhe unë bedu një sop tortës, tjera. Ose kur arrin dikush me shumë punë, thonë ka pas fat. Ka pas na fak. Ka pas na fak. Agent i kemi qenë edhe pjesë e Power to HR, si faqe se kanë me mujt me ardh gjithë ata që e blejnë biletën. Am tregon pak ku ka me qenë i koncentrum, masterclass-et, fjalimet, për gjithë ata që dojnë me ardh me ndëgju me ta ku gën shalën edhe me mësu pritin. Fjalimi jem ka me kanë qysh me bu vetën të dukshëm, me një famnyre qysh me investu në personal branding, në brandimin e vetës. Ndërlidhet pak me ato që apo thëmë që shumë prej neve bujmë shumë punë të mirë, kemi aftësit mira, po nuk i dim cilat janë hapat që na me bu punën tonë edhe vetën tonë
të njoftëm për tregun. Edhe qëto janë disa pika që na kena mi bo shumë interesant. Nuk e di qysh ka me shku, po unë e di një sent sigurt, kushdo që vjen e din unë qysh i bëj, domethënë eventet e mia ka me qenë shumë interaktive. Domethënë ketë kush është aty prezent, ka me u angazhu, domethënë me disa ushtrime së bashku që kena me bëu, që ka me qenë shumë interesant. Ka me qenë diçka praktike. Kurse masterclassat që ka me qenë 45 deri në 60 minuta max, ka me kanë hyrje në burimet njerëzore për mi zgjidh problemet ma të mëdhaja që na pikena pe aspektet të burimeve njerëzore të njerëzve. Kështu që është një farë lloj teaser ngacmimi edhe pe ligjëratat tona që i kena në HR Academy, G Academy. Kështu që mendoj që në Power to HR kena mi jep një vlerë shumë të madhe për këtë ata persona që dojnë me marrë pjesë edhe tu i bashku me folësat e tjerë, ka me ka një farë lloj zinxhiri shumë i bukur i njohurive që ata kanë me marrë. Ngan çka je tu punu tutje, çka presim pe gentit? Kush po vet ja bëj jam zënë më pak se shumë. Po vrehet. Jo, në gjithë çto jam marrë më shumë angazhime, më pëlqen shumë puna që e bëj me klientat, me njerëz që i bëj, mundona me punu veç me njerëz që kena energji të mirë njëri me tjetrin. Për momentin me kompaninë e konsulencës që e kem disa klienta shumë të mirë që i ofrojmë konsulencë të vazhdueshme edhe jemi gjithmonë me shërbime për ata, mundohemi që me vendos praktika të mira. Një prej tyre domethënë është edhe kompania Nota, ku e ku marrë domethënë edhe një rol ekzekutiv aty. Urime. Faleminderit. Edhe çam ka shty është se si kompani tash me 5 pika. Po pak për mua ka qenë befasuese me Nota. Jo, ata i kum pas klient gati një vjet. Edhe po janë çet shumë të hapur për me bo kompaninë edhe shumë më të mirë se sot që është. Domethënë në çet industri, më me thon kështu me shumë krenari, në çet industri për shembull, që operon Nota, është kompania nështë me dieni e vetmja që punën 100% sipas ligjit. Punëtorëve ju paguhet orë shtesë me 1.3 koeficient qysh edhe ligji. Nëse domethënë punojnë, edhe pse punojnë po pa hiri mirona e falëndrimit natës, absolutisht qysh edhe ligji. Nuk ka punëtor, domethënë që s'ka kontratë. Domethënë këtë proceset e strukturat që jemi të ndërtu janë. Edhe nëse mund të më nal pak te pjesa e benefiteve që i ofroni, që mund me mësua edhe kompanitë të tjera. Domethënë për pjesën e benefiteve është ajo pjesa që na tu punu shumë. Pjesa e benefiteve është diçka që shumica e kompanive që ja bëjnë gabim është që nuk e vesin kur stafin që ju konsideroni një benefit. Domethënë për me ndërtu paket benefiteve duhet me punu me stafin bashkë. Na nuk jemi halash aty. Jemi tu punu në këtë drejtim, se nuk mund është të me thonë, une si punëvëndës zemërgjër, ja u afrova qëtë benefit. Nështë atë qaj benefit nuk ka relevant heq për punëtorët. Ti dush me folë me punëtorët dhe me thonë, qka kishtë një mund ty, qka e kështë konsideru ti benefit? Për dikon është orari shkurtum, për dikon diçka tjetër. Kështu që është diçka që na jemi tu punu, e kemi në proces, po prap, është proces që du të me përfshi domethënë stafin. Kjo është një angazhim tjetër, javën e ardhshme jemi të lancu një platformë të burimeve njerëzore, është një platformë e jashtëzakonshme që kemi punu një vjet të me një kompani zvicerane thirret Pop HR. Edhe kjo platformë ose ky program ka me ndihmu bizneset që me menaxhu burimet njerëzore më lehtë. Kit koncepti i kësaj është që me kanë i lehtë i përdorshëm, po me mundësi të avancume për mrena domethënë çka i ka. Është jashtëzakonshme, kështu që angazhimet e mia janë pak a shumë çto. I kam disa surpriza që kena miqit në muajin e ardhshëm, kanë bojnë me përmbajtje digjitale, janë shumë planet mëdha edhe kemi mi bu publike shumë shpejt, kështu atë ne kemi përgatitur në 2025 zjarr. Kështu që stay tuned, nështë në rrjetet e mia sociale e bujmë publike shumë shpejt.
Gen faleminderit për këtë këshillat, për këtë eksperiencën tënde që solla. Koha eci tepër shpejt edhe kishim folë hala më gjatë, po shpresoj që kemi më takuar në podcasta të tjera dhe me tema të tjera, meq nuk po ndalesh edhe kime mësu hala më shumë përvoja që kemi nda këto dhe shumë tjerë me përfitu për juve. Shumë kënaqësi me të pas. Shumë faleminderit, ke shumë kënaqësi edhe në mesh ke shumë shpejt edhe ke shumë abet i rrjedh shumë, kështu që e vlerësoj shumë. Faleminderit. Shikues të dashur, pra keni ndjekur kështu podcastin me Gend Shalën, i cili na ka treguar shumë këshilla që nga përgatitja e një CV-je, përgatitja për një intervistë pune, e shumë tema nxehta që lidhen me raportet tona me shefin, raportet e shefa me punonësit. Pra ne takohemi bashkë në edicionin e ardhshëm me këshilla po kaq të vlefshme.